Allah Azza wa Jalla thot, la in shakartum la azidannakum, wa la in kafartum, karshi sahibi. Nëse ju jeni falendërues dhe mirënjohës, Allahu u ashton ato. Me përkthy më bukfalisht, nëse ti je mirënjohës ndaj dikujt, ka me qenë dikush mirënjohës ndaj teje. Nëse ti e falenderon dikën, ka me të falenderu dikush ty. Për këtë shkak, a kemi dëshirë ne që sakrifica jonë mos shkoj hoq që thojnë populli, dhe të falenderohet, dhe të shpërblehet padyshim që edhe ne duhet që dikujt të rrim që shton në çët relacion që t'ia dim të mirën dhe të falenderojmë dhe të jemi mirënjohës ndaj tij. Për këtë shkak, ne nga e kundërta e asaj po e kuptojmë se mirënjohja nuk është e mirë, por është një obligim moral, edhe një obligim kolektiv shoqëror. Sepse e kundërta e asaj, wala in kafartum, nëse ju e mohoni atë mirësi, po vije si përballë saj dënimi Allahut Azza wa Jalla. Për këtë shkak, kjo është nga obligimet kolektive që ndikojnë fuqishëm në lidhjen shoqërore dhe në formimin e një bashkësie, një komuniteti, një koncepti të një populli që janë mirënjohës ndaj njëri tjetrit dhe kjo punon dhe funksionon në mënyrë zinxhirore apo. Nëse dikon ka shkëputje, pjesa tjetër është pasive.